Agjërimi është mburoj. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Agjërimi është mburoj. Çdo secili, çdo besimtar i cili jeton në këtë dynjë e synon arritjen e kënaqësisë së Allahu xhalla wa ala në ditën e Kiametit. E synon arritjen e kënaqësisë së Allahu xhalla wa ala në ahiret. Gjithashtu e synon ruajtjen prej dënimit dhe hidhërimit të Allahu xhalla xhelalu. Me agjërim njeriu mund të arrijë këtë. Për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thot agjërimi është mburoj. Mburoj në dy kuptime. Kuptimi i parë, agjërimi është mburoj nga mëkatet. Ne jemi dëshmitar të asaj se në Ramazan veprat e liga paksohen. Në Ramazan veprat e liga paksohen për faktin se Allahu xhalla xhelaluhu fillimisht në muajin e Ramazanit e ka penguar, e ka prangosur armikun kryesor të njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen nata e parë e Ramazanit, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit, edhe shejtanët prangosen. Do të thonë fillimisht armikun kryesor tënden e ka prangos. Pastaj e stopon ti si besimtar e stopon veten tënde nga ushqimi, nga pija, nga intimiteti për kohë të caktuar, dhe ti me këtë veprim e ke stopu gjithashtu dhe zotën se ky agjërim reflekton në ruajtjen tënde nga mëkatet. Nga mëkatet, të stopon nga mëkatet. E stopimi nga mëkatet dhe mos realizimi i tyre gjatë muajit të Ramazanit automatikisht ndikon që ky adhurim nesër të pengoj zjarrin e xhehenemit nga ti. Edhe zotën, ky është synimi i agjërimit kryesor, që njeriu të jetë sa më i afërt te Allahu xhalla wala dhe sa më i ruajtur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky është kuptimi i parë, që njeriu në këtë botë e ruan nga mëkatet, ndërsa ruajtja nga mëkatet në këtë botë është ruajtje edhe nga zjarri, është ruajtje edhe mburoj nga zjarri i xhehenemit ditën e Kiametit, atëherë kur edhe agjërimi e edhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për njeriu atë ditë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi edhe Kur'ani yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Do të ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e Kiametit.